Aksidenti tragjik humbi jetën nën kryetaria e dhomës së biznesit Elisabeta Katjaj. 2 gra kanë humbur jetën tragjikisht në 12 dhjetor në një aksident të rënd në autostradën Ibrahim Rugova. Viktimat janë Eorda Sinollari dhe Elisabeta Katja, kjo e fundit e njohur në mediat shqiptare si eksperte ekonomis. Ngjarja ndodhi pas një përplasje mes një makine dhe një kamioni, ku për fat të keq të 2 gratë humbën jetën, ndërkohë shoferi i kamionit ka pësuar lëndime dhe aktualisht po merr trajtimin mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës sipas informacionit të dhënë nga autoritetet shëndetësore. Rastin e ka konfirmuar nga policia e Kosovës sipas zëdhënësit Baki Kelani. Aksidenti ndodhi rreth orës 07:40 në kilometrin e 26 të autostradës Ibrahim Rugova. Në këtë ngjarje ishin përfshirë një makinë me targa të huaja dhe një kamion me targa vendore. Fatkeqësisht, aksidenti solli pasojë fatale për 2 gratë të Akelani. Autoritetet po vazhdojnë hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të aksidentit dhe rrethanat që çuan në këtë tragjedi, ndërsa qytetarët dhe komuniteti janë tronditur nga humbja e 2 grave. Në mediat sociale dhe në komunitetin e ekonomistëve në Shqipëri, për lajmin e vdekjes Elisabetas ka shkaktuar reagime të shumta, duke nënvizuar rëndësinë e kontributit të saj në fushën e ekonomisë dhe ndikimin e saj në publik.